Së qytetarëve do të lidhem me Eni Feradin për të mësuar rreth prezencës së forcave të policisë për të garantuar rendin edhe sigurinë gjatë kësaj proteste të 11-s në radhë, një proteste mbarkombëtare e cila pritet që të mbledhë në shesh prap shqiptar nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe nga diaspora. Pritet një pjesëmarrje e lartë. Eni, mirëmbrëma, të përshëndes. Lutem paraprakisht diçka për sa i përket masave të sigurisë, masave të policisë për këtë protestë mbarkombëtare. Përshëndetje i lirë, plani masave është ai i cili është zbatuar gjatë gjithë këtyre ditëve, gati 2 javë tashmë po i afrohemi, ku ka patur çdo ditë protestë, ku sigurisht policia ka patur një qasje tjetër në raport me protestat që jemi mësuar zakonisht të ndjekim të zhvilluara nga opozita. Sigurisht ka qenë një protestë e cila është karakterizuar nga qytetaria, pasi nuk ka patur asnjë incident me përjashtim vetëm të ditës kur në Tiranë zhvilloi takimi miqësor mes kombëtarëve të Shqipërisë dhe Izraelit, ku policia në fakt për shkak të masave të sigurisë të një niveli të lartë, siç kërkojnë autoritetet izraelite, kërkoi që të bllokojë një pjesë e bulevardit dëshmorë të Kombit, por megjithatë policia u tërhoq duke i lejuar protestuesit të shkonin para kryeministrisë, megjithëse aty ishte një perimetër sigurie me përjashtim të këtij rasti. Çdo ditë ka qenë një ditë e qetë, madje policia është kujdesur që pikërisht ubimi të shkojë në marrëvajtjen e duhur. Sigurisht ditën e sotme të paktën nga lajmërimi dhe organizimi që kemi pa në rrjetet sociale, pritet ndoshta edhe një grumbullim më i shumtë i qytetarëve, protestuesve, për shkak se dita e sotme është paralelizuar edhe me datën historike të lidhjes së Prizrenit. Megjithëse ora tashmë është fiks 18, kur është lajmëruar dhe grumbullimi i qytetarëve në sheshin Skënderbej, aty ku tashmë le të themi që është kthyer në një traditë ku fillimisht mblidhen, jepen mesazhet e para, më pas marshohet fillimisht drejt kryeministrisë ku mbajnë fjalimet e qytetarëve, pas kemi edhe marshimin në kryqëzime apo në zona të ndryshme të kryeqytetit. Ende nuk ka nisur grumbullimi i protestuesve, po të themi, ndërkohë që shikoj që janë duke shkuar të shumë të numër, madje ka dhe interes për të blerë simbolet ndryshme, siç janë plisat apo qeleshet, flamujt ndryshëm, por edhe sigurisht sende të tjera të cilat përdoren dhe kanë qenë kryefjala e kësaj simbolike, ku kemi folur dhe herë tjera lidhur pikërisht me pankartat, të cilat kanë megjithëse kanë nota humoristike apo siç njihen ndryshe meme, kanë edhe mesazhe të forta që Euronews Albania është përpjek t'i transmetojë gjatë gjithë këtyre ditëve, dhe sot sigurisht pritet të jetë një protestë e qetë. Kjo policia nuk ka asnjë merak të kësaj natyre lidhur me incidentet ndryshme, pasi siç thash është parë që është një protestë qytetare dhe një protestë e qetë, megjithëse edhe teksa kanë ndodhur bllokimet, po themi, të kryqëzimeve të ndryshme pasi mbajnë fjalimet në bulevardin dëshmorë të Kombit, nuk është se ka patur incidente, pasi edhe vetë drejtuesit e automjeteve të cilët kanë qëndruar, kanë qenë të detyruar të qëndrojnë të bllokuar në akse të ndryshme të kryeqytetit, janë solidarizuar me protestuesit duke i mbështetur këta të fundit. Eni, faleminderit. Të uroj punë mbar. Rilidhemi në minutat e vijim.